Zbardhen detaje nga vizita në SBA e kreut të SPA Klodian Brau dhe 2 prokurorëve që e shoqërojnë në fillim të javës që lan pas Brau dhe 2 shefat e seksioneve për hetimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, Dorian Bejko dhe Vladimir Mara, u nisën drejt Washingtonit ku janë takuar me zyrtar të nivelit të lartë. Vetë SPA bën me dije se ata janë pritur në Departamentin e Drejtësisë, ku janë takuar me zëvendës ndihmës prokurorin e përgjithshëm, si dhe me përfaqësues të DEA, FBI, ICTAP dhe OBDAT. Historia ka treguar se sa herë krerët e SPA shkojnë në SBA, kthehen me porosi të qarta. Sali Berisha u mori parandehur fill pasin vizite në SBA nga kreu i SPA. E njëjta gjë ndodhi më pas me Erion Veliajn dhe Ilir Metën. Pra pyetja që shtrohet është, kush do ta ketë radhën tani? Fakti që Brau ka marrë me vete si shefin e seksionit të korrupsionit, ashtu edhe ato të krimit të organizuar, të bën të dyshor se mund të kemi goditje si ndaj deputetëve, ashtu edhe ndaj bandave, që pas emërimit të Klodian Braus në krye të SPA, nuk ka patur operacione të bujshme, qoftë ndaj krimit, qoftë ndaj korrupsionit. Kjo është vizita e tij e parë në SBA si drejtues i SPA dhe sinjalet janë se në ditët në vijim mund të kemi zhvillime. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka planifikuar të vizitojë sot Greqinë. Sipas Tovima, ai do të marrë pjesë në forumin ekonomik të Delfit, ndërsa ka kontakte të shumta diplomatike mbi mundësinë e një takimi në Athinë me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis. Sipas raportimeve, të dyja palët kanë qenë në komunikim të vazhdueshëm gjatë 24 orëve të fundit për të përcaktuar nëse agenda e Mitsotakis mund të gjejë vend për një takim zyrtar, siç është kërkuar nga Tirana. Rama ka planifikuar të mbajë një fjalim në forumin ekonomik të Delfit të mërkurën pasdite, duke qenë se të dy udhëheqësit do të flasin në forum, i cili do të mbahet në vendin me të njëjtin emër, në Delfi, në Greqinë jugqendrore, brenda rreth gjysmore nga njëri tjetri. Ai shihet si vendi më i mundshëm për një takim ballë për ballë. Fazat e tjera të mundshme kohore janë e marta në Athinë pas mbërritjes së Ramos ose e njëjtja para largimit të tij, pasi Mitsotakis do të marrë pjesë në një samit informal të BE-s në Nikosia më vonë atë ditë. Politika italiane ka rikthyer në qendër të vëmendjes kampet e emigrantëve në Gjadër, ndërsa qeveria Meloni është vendosur sërish në akuza nga të majtët. Gjithsesi, politika e ndjekur nga Giorgia Meloni për të luftuar imigracionin e paligjshëm duket se po jep fryte. Modeli i kampeve në Shqipëri, bazuar në marrëveshjen që Meloni nënshkroi me Edi Ramën, ka zgjuar interesin e vendeve të tjera të BE-s. Shumë nga anëtarët e BE-s janë afruar vendit ballkanik duke kërkuar një marrëveshje të ngjashme, por janë refuzuar nga Edi Rama, i cili nuk ka ndërmend të hyjë në marrëveshje të ngjashme me vende të tjera, shkruajnë mediat italiane, me një kapacitet operativ prej 96 vendesh në total. Aktualisht ka 82 të huaj në qendrën Gjadër dhe në total nga 11 prilli 2025 deri më 20 prill 2026 527 individ kanë kaluar nëpër këtë qendër. Midis atyre që mbahen në qendrën Gjadër ka persona me precedent të fortë penal. Sipas mediave italiane, në Gjadër strehohet një i vetë shpallur shtetas iranian që mbërriti në Shqipëri nga Makomer. Gjatë 10 viteve të fundit ai ka kryer shkelje të panumërta ligji dhe është dënuar disa herë, por më e rëndësishmja, ai sulmoi një oficer policie dhe sulmoi seksualisht një grua në tren. Gjithashtu, një i vetë shpallur shtetas algjerian, i cili që nga viti 2006 është dënuar dhe arrestuar disa herë për një sër krimesh, duke përfshirë trafik droge, pranim mallrash të vjedhura, armë të paligjshme, vjedhje, sulm, rrëmbim dhe grabitje të rënduar. Për më tepër, një i vetë shpallur shtetas senegalez, që po mbahet në Gjadër, ishte një pjesëmarrës aktiv në një revolt në qendrën e privatësisë civile të Barit, përveç kryerjes së krimeve të tjera jashtë objektit. Gjithashtu në Gjadër po mbahet një i vetë shpallur shtetas i Bangladeshit, i arrestuar në flagrancë në vitin 2023 për kryerjen e akteve seksuale para një fëmije në tren dhe një i vetë shpallur shtetas maroken me precedent penal për ndër të tjera sulme seksuale, kërcënime dhe rezistencë ndaj një zyrtari publik, si dhe dëmtim të pronës. Qeveria shqiptare synon që deri në vitin 2030 rreth 20% e rrjetit rrugor të përfshihet në skema tarifimi elektronik si pjesë e masave në strategjinë sektoriale të transportit dhe planit të veprimit deri në vitin 2030. Dokumenti vendos në fokus ndër të tjera zgjerimin e sistemeve inteligjente të transportit në gjithë rrjetin TEN, duke përfshirë menaxhimin në kohë reale të trafikut, monitorimin e aseteve dhe ofrimin e informacionit për udhëtarët. Një komponent i rëndësishëm i kësaj është edhe zhvillimi i biletimit digjital në transportin ndërqytetas dhe sistemeve të qëndrueshme të tarifimit elektronik. Në këtë kuadër, strategjia parashikon përgatitjen e kuadrit ligjor dhe teknik për tarifimin digjital të rrugëve në përputhje me standardet europiane, si direktiva Eurovignet dhe shërbimi europian elektronik i tarifimit rrugor. Pilotimi i e-tolling do të nisë në segmentet me trafik më të lartë të rrjetit TEN-T pas ngritjes së infrastrukturës përkatëse. Qeveria parashikon që të krijohet një fond i veçantë që vjen nga pagesat dhe karikimet elektrike që do të shkojë për mirëmbajtjen e rrugëve. Ish-drejtori i emergjencave civile Shemsi Prençi ka folur lidhur me përdorimin e spraj ndaj protestuesve
Gjatë protestës së opozitës më 17 prill, Prençi hodhi poshtë pretendimet se spraji i përdorur është spraj për arind. Ai u shpreh se spraji është bler në Iran dhe është i certifikuar, ndër të tjera ai theksoi se policia ka bërë shkelje flagrante duke goditur deputetët e PD-s. Prençi tha se ndërhyrja nga policia me spraj ndodh kur palët kanë mjete të forta, e cila sipas tij në rastin e aktivistit të PD-s Aulon Kalaja dhe të tjerët nuk kishin asnjë mjet të fortë. Deputeti demokrat Klevis Balliu ka folur pas lëndimeve në protestën para kryeministrisë ditën e premte. Balliu shpreh se është goditur disa herë me shkop gome dhe spraj. Ai tha se qeveria ka dashur të vrasë protestën, e friksuar nga impakti i saj masiv. Ndërhyrja që u bë në protesta ka disa gjëra që priten. Unë që merrem me protestat që në 2019 i njoh mirë efektivët e policisë. Jemi ne që kujdesemi për policët, kemi qenë gjithmonë të kujdesshëm, edhe policia ka qenë. Në rastin konkret pati plan për të dhunuar protestën dhe protestuesit, sepse protesta u bë problem nga impakti mediatik që pati, është problem për pushtetin aktual. Shpresa e tyre ishte që kjo do ta vriste protestën, e kanë shumë gabim. Njerëzit që kanë përdorur për këtë dhunë janë efektiv dhe janë njerëz me probleme, janë të përfshirë edhe në grupe të strukturuara kriminale. Qeveria ka një problem madhor, e ndjen që po goditet jo vetëm në Shqipëri, tani problem është edhe në arenën ndërkombëtare, së fundmi pastrimi parave të drogës edhe në sektorin e ndërtimit. Më goditën disa herë me shkop gome te kryeministria, pastaj ka qenë goditja prapë me Aulon Kalan dhe Luciano Boçin. Më vonë ka qenë tek pjesa e urës, patëm debat me policin se po merrnin zvarr një protestues. Pastaj goditja e fortë ishte tek parlamenti, ishte një spraj tjetër, ishte më i rënd, më i keq, një entri. Të jepte problem edhe me frymarrjen, të jepte gjendje shoku, aty kishte edhe njerëz në moshë, u shpreh Balliu. Çmimet e naftës kanë shënuar rënje në tregjet aziatike këtë të martë, ndërsa investitorët janë në pritje të zhvillimeve të reja lidhur me bisedimet e mundshme të paqes mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Nafta bruto Brent, një nga indikatorët kryesor global, ka pasur një rënje prej 1.6%, në të njëjtën kohë edhe West Texas Intermediate ka rënë me 1.5%, pasiguria mbi organizimin e një raundi të dytë negociatash mes dy vendeve që pritet të zhvillohet në Pakistan, por reflektohet drejt për drejt në tregje. Deri më tani nuk ka konfirmim zyrtar nga palët nëse këto bisedime do të vazhdojnë. Tregtarët dhe investitorët mbeten në pritje të sinjaleve më të qarta, ndërsa çdo zhvillim në këtë drejtim pritet të ketë ndikim të menjëhershëm në çmimet globale të energjisë. Këngëtari i njohur shqiptar Ermal Meta festoi dje ditëlindjen e tij. E famshmja italiane Corriere i ka dedikuar një artikull profil që nga mbërritja në Barje deri tek artisti i famshëm që preku skenën e Ariston. I lindur në Fier më 20 prill 1981, ai u shpërngul në Bari të Italisë në moshën 13 vjeçare së bashku me nënën, vëllain dhe motrën. Në vitin 2023 në një rrëfim emocional në emisionin Lejene, Meta tregoi historinë e fortë e migrimit të familjes së tij. Ai zbuloi se nëna e tij kishte arritur të largojë nga Shqipëria me ndihmën e dy personave të panjohur, një burri që i siguroi pasaport false dhe një oficeri që megjithse e kuptoi falsifikimin, vendosi ta vuloste dokumentin i prekur nga situata e një nëne që kërkonte vetëm të shpëtonte fëmijët e saj. Dy akte mirësie shpëtuan 4 jetë, mes tyre ishte edhe jeta ime. Jeni të sjellshëm, mund të shpëtoni dikë, kishte thënë artisti. Karrierën e nisi me disa grupe muzikore përpara se të bëhej pjesa Ameba 4, me cilët mori pjesë në Sanremo 2006 në kategorinë e të rinjve. Para se t'i përkushtoi muzikës, ai ka punuar si lavapjatës, shpërndarës gazetash në semafor dhe operator në call center. Më pas Meta krijoi grupin La Fame di Camila, me cilin publikoi disa albume dhe mori pjesë në Sanremo 2010. Pas shpërbërjes së grupit, ai nisi karrierën si autor këngësh, duke shkruar për artistë të njohur si Ema, Marco Mengoni, Francesco Renga dhe të tjerë. Në vitin 2017 u rikthye në Sanremo me këngën Vietato Morire, duke u renditur i treti, ndërsa në 2018 fitoi festivalin së bashku me Fabrizio Moro me këngën Non mi avete fatto niente, me të njëjtën këngë përfaqësuan Italinë në Eurovision Song Contest 2018.